Ndoshta ajo çdo kush mundet me kuptu, po që është shumë e shpesh. Mutizmi selektiv është kur fëmia me dikën flet dhe me disa persona tjerë nuk flet. A na shpjegon vetëm pak si mund ta, po e them kështu në thojza zbulojmë na që fëmia jone ka këtë sjellje? Po, domethënë me tek mutizmi selektiv ndodh që fëmia ndoshta ka të zhvilluar komunikimin ose flet rrjedhshëm, po ka fjalë. Mirë po, ndoshta ka problema shumë kur është në publik. Domethënë para të tjerëve, pastaj mundet mos me qenë qaq shpres edhe mos me komuniku qaq lirshëm qysh ndoshta e bën kur është me anëtar të familjes ose në shtëpi. Domethënë, a duhet me u shqetësuna për këtë fakt kur ai me neve ta zëm? Nëse djali im me mu dhe me bashortin flet shumë dhe kur vjen një mysafir ai nuk flet asnjë fjalë, a duhet me u shqetësu apo duhet me lanë kur të rritet me ndryshu? Po